Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Buxheti i vitit të ardhshëm në Maqedoninë e Veriut nuk ndan qartë as mjetet që do të duhet të ishin ndarë për kampusin e Universitetit Nën Tereza. Në të parashikohet qartë ndërtimi i Fakultetit të Shkencave Informatike dhe Inxhinierisë Kompjuterike, si dhe i Fakultetit për Kulturë Fizike, por jo dhe investime shtesë me të cilat do të fillonte realizimi i asaj që është premtuar. Qeveria në Shkup miratoi vendimin për ndërtimin e kampusit universitar në Tereza më 3 shtator 2024 me një vlerë prej 34.5 milion eurosh. Në tetor të këtij viti, zëvendës kryeministri Zet Mexhiti tha se Ministria e Transportit kishte miratuar kalimin e tokës në pronësi të universitetit, me të cilën sipas tij praktikisht fillon realizimi i projektit. Buxheti për vitin e ardhshëm në Maqedoninë e Veriut zvoglon fondet edhe për Agjencinë e Zbatimit të Gjuhëve. Ky organ do të ketë ardhura prej 5 milion denarësh më pak se sa në vitin 2025. Inspektoriati për zbatimin e gjuhëve, tashmë si organ në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Edhe pse vazhdimisht ka kërkuar rritje të buxhetit për të shtuar stafet, nuk do ta marrë atë as vitin e ardhshëm. Në 2026, inspektoriati do të ketë 275.000 denar më pak. Rritje të dukshme në buxhet ka Universiteti i Tetovës me 400 milion denar. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kuvendi i Shqipërisë miratoi në parim projekt buxhetin 2026 me vlerë 8.8 miliardë euro si dhe 8 projekt ligjit e paketës fiskale. Seanca maraton zgjati deri në orën 3 të mëngjesit. Të pranishëm në momentin e votimit ishin 112 deputetë dhe 32 deputetë opozitës. Buxheti mori vetëm 83 vota të pro të socialistëve, ndërsa siç shpritej opozita votoi kundër. Projektligji për fshirjen, shuarin dhe pagesën e detyrimeve tatimore ndaj administratës tatimore qendrore, detyrimeve të papagueshme në dogana parashikon faljen e rreth 500 milion euro detyrime dhe gjoba që bizneset i kanë të papaguara deri në 31 dhjetor 2014. Po ashtu lehtëson detyrimet e krijuara në 2015-2024 me kusht që një pjesë e borxhit duhet të paguar brenda vitit 2026. Projektligji për marrëveshjen e paqes fiskale propozon bërjen një marrëveshje maksimumi 3 vjeçare me bizneset me xhiro 14 milion lek, duke negociuar fitimin e tyre. Pra, mbi fitimin e deklaruar të një biznesi do të shtohet një marrësh 18% dhe çdo fitim që kalon pragun prej 18% do të tatohet me 5%. Sa i përket ndryshimeve në ligjin aktual të tatimit me vlerën e shtuar, rikthehet kompensimi në bujqësi. Zëvendës kryeministre e Shqipërisë Belinda Balluku ju përgjigj akuzave të opozitës mbi hetimet ndaj saj për tunelin në Llogaras. Ndër të tjera, ajo akuzoi deputetët opozitës se kur SPAK heton nga radhët e socialistëve ngre flamurin e triumfit, ndërsa kur heton Sali Berishën që i fshihet drejtësisë e akuzon atë si të kapur nga Edi Rama. Nuk do të prononcohem kurrë për çështjen e nënhetim, pasi ato kanë rrugën e tyre, të cilën do e ndjek me diskrecion të plot, derisa e vërteta të marrë formë të prerë, cila do qoftë ajo. Në respekt të plot të misionit të saj, nuk kam asnjë koment. Për Ballukun, sulmet e opozitës janë një sulm personal për sukseset si pasaj të arritura në qeverisje. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.